pse qytetarëve të Korçës për shembull u kalben mollët? Sepse nuk ka industri. Ti shet sa shet moll tavoline, pjesën tjetër e kthen në Reçel, e kthen në industri dhe e shet, dhe Reçeli ka atë shelf life, pra jetën në rafte në përmarkete, mund ta ketë 10 vjet. S'ka asnjë probleme me pjesë, Reçeli nuk prishet. Kështu që po ta kishim ne këtë mundësi, ne do rritim gjë që po e bën Maqedonia. Po nuk do të pra se janë politikat e gabuara, thash ne japim prioritet gjërave që ndoshta ku diun, nuk është menduar të zhvillohet sipërmarrë. Ne kemi jetuar, un kam përdorur një term tashmë, më pëlqen termi, ne jemi ekonomi spont. Ne vin lekët në Shqipëri nga remitancat, se nuk dua të hyj burimeve, vin nga të gjitha format. Ligjore, jo ligjore, gjitha, ligjore, jo ligjore, të evaduara, se nuk është shkele, po shmangët tatimore etj. Ama ka para. Pra mjafton të kujtojmë qytetarëve që sot në sistemin financiar, nëpër banka po them, janë 15 miliard euro. Ja 50% zotë gjatë që kishin zero në llogarit bankare. Depozita. Mi pra, është tjetër gjë polarizimi. Unë po diskutoj që ka kapacitete, ka para, janë diku 15 janë nëpër banka, ndërkohë që po të shtosh gjithë setet financiare që janë, po tha vetëm çfarë është brenda sistemit financiar, aty që ne kalkulojmë dhe kemi statistika. Unë nuk di çka ka jashtë sistemi financiar, po vetëm brenda sistemit financiar mbin si 20 miliardë euro. Pra, para në sistem ka. Në qoftë se këto orientohen më mirë, pra do kishte konkurrencë mes bankave fjalëbisht. Unë ndërsa që mendoj që pse bankat nuk orientohen drejt sektorëve që mund, se për shembull, ne kemi fermer, por fermeri nuk ka dot akses në financë. Nuk shkon dot në bankë marrë kredit, blej një traktor. Nuk shkon dot në bankë të marrë kredit të ndërtojë një punishte për të bërë Reçel. Dhe ngelet te karrota. Shet ato 3 javë punon tër vitin për shit 3 javë karrota, ose fermeri Korçës punon tër vitin për shit në një muaj mollën tavolinës. Kjo vjen si rezultati mungesës së edukimit financiar të fermerit. Vjen si rezultati se ka 1.8 hektar për frym, ndërkohë Bashkimi Evropian ka 28 hektar për frym. Të gjitha bashkë, ne ndoshta, shiko, vendet e rajonit shtetërore. Unë personalisht hyj ekonomistë që besoj tek fuqia e tregut. Ne nuk e kemi mbrojtur biznesin shqiptar, a do kishim mbrojtur, ky është debat tjetër, nuk e kemi mbrojtur, por nuk e kemi mbrojtur jo për ta nxitur për që në tregun e lirë. Po pra, thjesht e kemi mbrojtur se politikës nuk ja kanë ndier. Ndërkohë që të gjitha vendet e rajonit ja kanë bërë. Maqedonia e ka bërë, Serbia ka bërë, Serbia s'ka heqjas edhe mbas 90-s. Nuk ka heqjas industrinë e lehtë rënd. Serbia sot është ndër eksportuesit më të mëdha në rajon të këtyre çokoladave me ëmbëlsirave. Vazhdojnë akoma të trashëguara që nga koha e Ballkani i hapur ne humbëm, vetëm thellon deficitin. Kjo është ideja. Pra, ata mbështesin se kjo është konkurrencë pandeshme pastaj. Pra, dhe unë jam parimisht që mos i mbështesim secili të eci me këmbë të veta, ti drejtohet bankës, ti drejtohet aksionerëve bashkë, pra ajo si përmarrje e lirë. Por nëse vendi përballë që nuk ka asnjë lloj avantazhi, molla e Maqedonisë nuk është më mirë se molla shqiptare. Domati e Grekut nuk është më mirë se domati shqiptar. Absolutisht, thjesht subvencionohet dhe kosto për njësi bie më lirë, pa vjen me çmim më të poshtë. Në anën tjetër, edhe ne si konsumator duhet ta kuptojmë këtë pjesë, dhe është mirë ta evakojmë këtë gjë. Ekonomia është shkencë shoqërore. Ka të bëjë shumë me sjelljen konsumatore. Edhe ne si konsumator nuk e kemi fare atë ndjesinë e konsumit të mallrave shqiptar. Tash unë nuk pretendoj që një familjar të cedoj nga cilësia e produktit, pra t'japi fëmijës një mall që nuk është shumë i sigurt, krahasuar me një mall të sigurt që vjen nga. Kemi zoti gjë. Por ama kemi produkte shqiptare